Para se të fillojmë këtë histori të pabesueshme, më lejo të pyes diçka. A ke ndjerë ndonjëherë se jeta që ke lënë pas nuk të pret më? Shkruaj në komente çfarë do të bëje nëse do të ktheheshe në vendin tënd pas 25 vitesh dhe askush nuk do të besonte kush je në të vërtetë. Le të lexojmë së bashku historinë më të jashtëzakonshme që kam dëgjuar ndonjëherë. Ajri i natës së vonë të Marsit në Tiranë ishte i acartë dhe i ftohtë. Veturat e rralla që kalonin nëpër rrugën e lagur nga shiu i mbrëmjes krijonin një tingull monoton që thërriste gjumin. Por në aeroportin Nën Tereza, një figurë e vetmuar po ecste me hapa të ngadalt nga porta e mbërritjes ndërkombëtare, duke tërhequr pas një valixhe të zezë me rrota. Njeriu dukej rreth të 45-ve, me supe të gjëra dhe një pamje që fliste për vite pune të rënda. Veshja e tij ishte e thjeshtë por e kujdesshme, një xhup leshi gri, pantallona të zinë dhe këpucë të lustruara që reflektonin dritat e aeroportit. Fytyra e tij mbante shenjat e kohës, rrudha të lehta rreth syve, një mjekër të shkurtër të përzier me fije argjendi dhe një shprehje që ishte njëkohësisht e lodhur dhe e vendosur. Por ishin sytë e tij që tërhiqnin vëmendjen, të errët, të thellë dhe plot me diçka që nuk mund të shprehej me fjalë. Ishin sy që kishin parë shumë, që kishin përjetuar dhimbje dhe triumfe që shumica e njerëzve as nuk mund t'i imagjinonin. Kur doli nga porta automatike e aeroportit, ajri i Tiranës e goditi në fytyrë si një kujtim i vjetër. Ai ndaloi për një moment, mbylli syt dhe thithi thellë. Era e qytetit të lindjes së tij, një përzierje e gazit të shkarkimit, të ushqimit nga bureqet e afërta dhe diçka tjetër, diçka që nuk mund të përkufizohej, por që i bënte syt të mbusheshin me lot. 25 vjet, murmurit ai për vete. 25 vjet që nuk kam frymar këtë ajër. Taksia që e priti ishte një Mercedes e vjetër, e bardhë, me sedile të konsumuara nga koha. Shoferi, një burr në të 50-tat me mustaqe të trasha dhe një cigare të ndezur në buzë, e pa me dyshim. Ku të çoj shef? Pyeti shoferi duke e vështruar në pasqyrë. Në Kashar, tha njeriu me një zë që kishte një theks të lehtë, sikur shqipja nuk ishte gjuha e tij kryesore për vite të tëra. Shoferi u përpoq të mos e tregonte habin. Kashar? Në këtë orë të natës? Po. A di rrugën? Po ta di, por ke njerëz atje që të presin? Udhëtari nuk ju përgjigj menjëherë. Ai shikoi nga dritarja ndërsa makina filloi të lëvizte duke parë ndërtesat e reja që qelur si kërpulla pas shiut të mbrëmjes. Tirana që ai kujtonte ishte një qytet krejtësisht tjetër, më i vogël, më gri, më i mbyllur. Tani ishte një metropol që pulson me jetë, me drita neon dhe ndërtesa të larta që sfidonin qiellin. Jo, tha ai më në fund. Askush nuk më pret. Shoferi tundi kokën dhe u përqendrua në rrugë. Ai ishte mësuar me klient të çuditshëm, por kishte diçka në këtë burr që e bënte të ndihej i paqet. Nuk ishte frika. Ishte më shumë si të ishte në prani të dikujt që mbante një barr shumë të rënd. Ndërsa makina lëvizte përmes rrugëve gati të zbrazëta, udhëtari hapi dritaren një çik dhe la ajrin e natës të futej brenda. Shikim drejt qytetit që po kalonte shpejt, ai filloi të kujtonte. Ishte viti 1998. Arjani ishte vetëm 8 vjeç, kur jeta e tij u shemb si një shtëpi kartoni nën shi. Shqipëria ishte ende duke u lëkundur nga pasojat e skemave piramidale që kishin rënuar familje të tëra, duke i zhytur në varfëri dhe dëshpërim. Familja e tij, e ati Petrit, e ëma Donika dhe i vëllai më i vogël Klevis, që ishte vetëm 5 vjeç, jetoni në një apartament të vogël në katin e dytë të një ndërtese sovjetike në Kashër. Petrit kishte qenë një burr i fortë, me duar të mëdha nga puna në uzinë metalurgjike. Ai kishte ndëruar për një jetë më të mirë për fëmijët e tij dhe si shumë të tjerë, kishte investuar çdo qindark që familja kishte në ato skema që premtonin pasuri të shpejta. Kur gjithçka u shemb, Petrit nuk humbi vetëm parat, humbi edhe shpresën. Arjani mbante mend natën kur i ati erdhi në shtëpi me fytyrë të zbetë si gëlqere. E ëma po qante në heshtje në kuzhinë, duke u përpjekur të mos i dëgjonin fëmijët. Por Arjani e dëgjoi gjithçka nga dhoma e vogël që ndante me Klevisin. Humba gjithçka, Donik, po thoshte Petrit me zë të thyer. Çdo gjë që kemi kursyer, çdo qindark për shkollën e djemve, për të ardhmen e tyre, gjithçka. Do të dalim ban, kishte thënë Donika, edhe pse zëri i saj dridhej. Jemi së bashku. Kjo është ajo që ka rëndësi. Por as optimizmi i Donikës nuk mund të ndalonte ato që po vinte. Javët që pasuan ishin ferr.
Petrit nuk mund të gjente punë. Kursimi i fundit shkoi për bukë dhe qira. Dhe një ditë, kur Ariani u kthye nga shkolla, gjeti shtëpinë të mbushur me njerëz që nuk i njihte, burra me fytyrë të ashpër dhe gra që flisnin me zëra të ulët plot mëshirë. Çfarë po ndodh? Kishte pyetur Ariani duke kapur dorën e së ëmës. Donika e përqafoi fort, aq fort sa Ariani mezi mund të merrte frym. Ai kishte kuptuar më vonë kur kishte parë trupin e të atit të shtrirë në dhomën e gjumit, të mbuluar me një çarçaf të bardhë. Petriti kishte vendosur që nuk mund të jetonte më me turpin e dështimit. Kishte lënë një letër të shkurtër. Më falni, ju dua më shumë se jetën time. Pikërisht për këtë arsye po bëj këtë. Jeta pas asaj dite ishte një luftë për mbijetesë. Donika punonte 2 turne, një në një fabrikë tekstilesh dhe tjetrin duke pastruar shkallë në ndërtesa. 8 vjeç, kujdestej për Klevisin, duke e çuar në kopësht, duke gatuar makarona të thjesht për darkë, duke u siguruar që i vëllai i vogël të mos kuptonte sa i tmerrshëm ishte bërë realiteti i tyre. Por edhe kjo nuk mjaftoi. Një natë dimri, Donika erdhi në shtëpi me një shprehje që Arian nuk e kishte parë kurrë, një përzierje frike, dëshpërimi dhe diçka që dukej si vendosmëri e fundit. "Djemtë mi", tha ajo duke i ulur të dy në divanin e konsumuar. "Dua t'ju them diçka dhe duhet të jeni shumë të fortë." Klevis, që nuk kuptonte gjë, buziqeshi duke luajtur me një makinë lodër të vjetër prej plastike. Por Arian e kishte kuptuar, në sytë e së ëmës kishte e lamtu mirë. "Kam gjetur një mundësi", vazhdoi Donika, zëri duke ju thyer. "Njerëz të mirë që shkojnë në Greqi, ata do t'ju marrin me vete. Do të keni mundësi për një jetë më të mirë, për shkollë, për të ardhme." "Jo", kishte bërtitur Ariani duke i rënë në qafë. "Nuk do të shkojmë pa ty. Nuk dua." Donika kishte qarë atë natë më shumë se sa Ariani kishte parë kurrë, por vendimi ishte marrë. Ajo kishte shitur çdo gjë që kishin, mobilet e pakta, rrobat e mira, deri edhe unazën e dasmës, për të paguar njerëzit që do t'i merrnin djemt jashtë vendit. Një javë më vonë, në një mëngjes të ftohtë marsi, Arian dhe Klevis u ngritën në një kamion të vjetër, bashkë me dhjetëra të tjerë, gra, fëmijë, pleq, të gjithë duke kërkuar shpëtim nga një vend që kishte pushuar së ofruari shpresë. Ariani e pa të ëmën për herë të fundit përmes dritares së kamionit. Ajo qëndronte në anë të rrugës e vetmuar, duke i bërë shenjë me dorë ndërsa lotët i rrëkonin pa kontroll. Në atë moment, Ariani bëri një premtim në heshtje. "Do të kthehem. Një ditë, kur t'jem mjaft i fortë, do të kthehem dhe do të ta kthej gjithçka që na ke dhënë." Por jeta kishte plane të tjera. Udhëtimi drejt Greqisë ishte një ferr që Arian nuk do ta harronte kurrë. Kamioni e vjetër lundronte nëpër rrugë mali të pashëruara, duke i tundur pasagjerët si qese me qep. Ajri brenda ishte i mbytshëm, një përzierje e djersës, frikës dhe dëshpërimit. Fëmijët qanin, gratë luteshin në heshtje dhe burrat ulnin kokën, duke u përpjekur të ruanin dinjitetin që u kishte mbetur. Klevis, që vetëm 5 vjeç nuk kuptonte plotësisht çfarë po ndodhte, ai ule ngushtë pranë Arianit duke përpjekur t'i tregonte histori për heroin e tij preferuar të animuar. Por edhe zëri i tij i pafajshëm nuk mund të zbuste realitetin e errët që i rrethonte. "Ari", kishte pyetur Klevisi me zë të vogël, "kur do të kthehemi te mama?" Ariani nuk kishte ditur çfarë t'i përgjigjej. Si mund t'i shpjegonte një fëmijë 5 vjeçar që ndoshta nuk do ta shihnin më kurrë të ëmën, se kjo udhë ishte një rrugë pa kthim. "Së shpejti", kishte gënjur Ariani duke e përqafuar fort vëllan, "mama do të vijë së shpejti." Kur kamioni arriti në kufirin me Greqinë, pasagjerët u ulën në errësirën e plotë të natës. Trafikantët, burra të ashpër me fytyrë të mbuluar, i udhëzonin njerëzit të heshnin dhe të ndiqnin. Ata duhet të kalonin malin në këmbë në përshtek të errët e të rrezikshëm, duke shmangur patrullat kufitare. Ariani mpante Klevisin nga dora duke u përpjekur të mos e linte të rrëshqas në terren të vështirë. Gurët e mprefta i prentnin pëllëmbët e këpucëve të tyre të hollë. Degët e pemëve i gërvishnin fytyrat dhe gjatë gjithë kohës, frika e zënjes i mbante në gjendje alarmi të vazhdueshëm. Në një moment, një grua moshatare me Donikën u rrëshqit dhe ra, duke bërtitur ka dhimbja. Trafikantët i urdhëruan të gjithë të vazhdonin, duke e lënë gruan aty.
Britmat e saj u zbehen prapa tyre, ndërsa grupi vazhdonte të ecte në hersirë. Arjan ndjeu një zemërim të egër të përvëllonte gjoksin. Po çfarë mund të bënte ai? Ishte një fëmijë 8 vjeçar me një vëlla akoma më të vogël në përgjegjësinë e tij. Kështu që mori dhëmbët, rrotulloi kokën dhe vazhdoi. Kur më në fund të arritën në anën greke të kufirit, agimi po zbarte qiellin me nuanca roz dhe portokalli. Por askush nuk ndjeu lehtësim. Trafikantët i lanë në një fushë të shkretë dhe u larguan pa folur. Tani çfarë? Pyeti një burr i moshuar duke shikuar rreth e qark. Askush nuk kishte përgjigje. Ditët vijuese ishin një blur të mbijetesës. Grupi u shpërnda, secili duke kërkuar rrugën e vet. Arjan dhe Klevisi gjenden duke ecur nëpër rrugë të panjohura, duke kërkuar ndihmë, duke lutur për pak bukë ose ujë. Në fund, i gjeti një çift i moshuar, Kostas dhe Maria, që jetonin në një fermë të vogël në periferitë e një fshati grek. Kostas ishte një burr i shkurtër me duar të forta nga puna në tokë, ndërsa Maria kishte sy të butë që kujtonin Arjanin për të ëmën. Nuk mund t'i lejmë këta fëmijë në rrugë, kishte thënë Maria në greqisht, edhe pse Arjani nuk kuptonte akoma gjuhën. Por toni ishte i qartë. Ata do të kishin një vend ku të flinin. Kostas dhe Maria nuk kishin fëmijë të tyre. Lufta dhe jetesa e vështirë i kishte privuar nga ajo gëzim. Kur pan Arjanin dhe Klevisin, dy gjem të vegjël, të lodhur me rroba të shyera dhe sy plot frikë, zemrat e tyre u thye. Do të qëndroni me ne, tha Kostas përmes gjesteve dhe fjalëve të thjeshta. Do t'ju mësoj greqisht. Do të punoni, do të mësoni dhe do të rrini të sigurt. Për herë të parë, që nga vdekja e Taati dhe largimi nga ëma, Arjan ndjeu një pikë shprese. Ditët që pasuan ishin të vështira, por formative. Arjani dhe Klevisi jetuan me Kostas dhe Maria, duke mësuar greqisht, duke punuar në fermë dhe duke përshtatur me një jetë krejtësisht të re. Arjani ishte i vendosur të mos harronte premtimin që i kishte bërë vetes, të kthehej një ditë dhe të gjende të ëmën. Por mbi të gjitha, ai ishte i vendosur të bëhej fort, i mjaftueshëm i fort, që askush të mos mund ta thyente përsëri. Çdo mbrëmje, para se të flinte, Arjani shkruante një letër mendore për Donikën. E dashur mami, sot mësova 2 fjalë të reja në greqisht. Klevisi po bëhet më i gjatë. Ai të përmend çdo ditë. Unë po bëhem më i fort. Një ditë do të jem mjaft i fort për t'u kthyer. Por letrat të vërteta nuk mund të dërgoheshin. Nuk kishin adresë, nuk kishin mënyrë kontakti. Dhe me kalimin e viteve, edhe shpresa filloi të zbehej. Kur Arjani u bë 15 vjeç, Kostas i tha diçka që do ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Arjan, tha Kostas një natë, duke pirë raki në verandën e shtëpisë së tyre të vogël. Ti ke një zgjuarsi që nuk e kam parë shpesh. Nuk duhet të qëndrosh këtu përgjithmonë duke punuar në fermë. Duhet të shkosh në shkollë, të mësosh, të bëhesh dikush. Por çfarë mund të bëj? Kishte pyetur Arjani. Nuk kam letër, nuk kam status ligjor, jam askush. Ke mendjen dhe ke zemrën, tha Kostas, dhe ndonjëherë kjo është e gjitha që të nevojitet. Maria kishte qenë ajo që gjeti një mënyrë. Ajo kishte një kushërir që punonte në një organizat bamirësie që ndihmonte refugjatët dhe migrantët. Përmes saj, Arjani dhe Klevisi morën leje përkohshme qëndrimi dhe mundësinë për të frekuentuar shkollën. Arjani e kapi këtë mundësi me të 2 duart. Ai studioi me një intensitet që befasoi mësuesit e tij. Mësoi greqisht, anglisht, matematik, shkenca, çdo gjë që mund të thithte. Dhe në zemër, mbante gjallë flakën e premtimit të tij. Kur Arjani ishte 20 vjeç, Maria u sëmur rënd. Kanceri i mushkrive, rezultati viteve të duhanit dhe jetës së vështirë, e konsumoi shpejt. Kostas ishte shkatruar, por Arjani dhe Klevisi ishin atu për të. Në ditët e fundit të Maris, ajo e kishte thirrur Arjanin pranë shtratit. Djalim, kishte thënë ajo me zë të dobët,
Ti nuk je djali im biologjikisht, por je djali im në çdo mënyrë që ka rëndësi. Premtoj që do të kujdesesh për Klevisin, premtoj që do të bësh diçka me jetën tënde që të bëjë nënën tënde krenare. E premtoj, kishte thënë Ariani duke i kapur dorën e dobët. Dhe një gjë tjetër, kishte shtuar Maria. Mos harro kurrë nga vjen. Rrënjët e tua janë në Shqipëri. Një ditë kthehu dhe gjeje paqen me të kaluarën tënde. Maria vdiq një javë më vonë. Kosta se ndoqi pas vetëm 2 vjet. Zemra e tij, thon mjekët, por Ariani e dinte të vërtetën. Kishte vetur nga një zemër e thyer. Pas vdekjes së Kostas, Ariani dhe Klevisi qëndruan në shtëpinë e vogël të fermës për disa muaj, por e ardhmja nuk ishte e qartë. Ferma ishte e vogël, pa asnjë trashëgimtar tjetër, dhe autoritetet greke filluan të bënin pyetje. Ishte gjatë kësaj periudhe që Ariani mori një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tij. Ai do të aplikonte për një bursë studimi në Shtetet e Bashkuara. Je i çmendur, i kishte thënë Klevisi që tani ishte 18 vjeç. Si mund të shkosh në Amerikë? Ne mezi kemi letra këtu. Pikërisht prandaj duhet të shkoj, kishte shpjeguar Ariani. Këtu ne do të jemi përgjithmonë të huaj, por në Amerikë, në vendin e mundësive, ndoshta mund të bëhem dikush, dhe kur të kem jetë, do të mund të kthehem dhe ta gjej mamën. Procesi ishte i gjatë dhe i vështirë. Ariani aplikoi në 10 universitete, duke dërguar ese që tregonin historinë e tij, një histori dhimbjeje, humbjeje dhe vendosmërie të patundshme. Shumë e refuzuan, por një universitet i vogël në shtetin e Iowas i dha një bursë të plotë. E fitova, kishte bërtitur Ariani, duke valëvitur letrën e pranimit. Klevisi, do të shkoj në Amerikë. Klevisi ishte i lumtur për vëllan, por edhe i trishtuar. Çfarë do të bëj unë? Do të vish me mua, kishte thënë Ariani vendoshmërisht. Nuk do të të lë asnjëherë pas, je gjithçka që kam. Me ndihmën e organizatës bamirëse që i kishte ndihmuar më parë, Klevisi arriti të merrte një vizë të studenti për të ndjekur një kolegj komunitar. Në vjesht të vitit 2013, 2 vëllezërit hipën në një avion për herë të parë në jetën e tyre dhe fluturuan drejt Amerikës. Iowa ishte një botë krejtësisht e ndryshme. Fushat e pafundme të mistrit dhe sojës, qytetat e vogla ku të gjithë të njihnin me emër, dhe një kulturë që ishte ndërkohësisht e huaj dhe mirëpritëse. Ariani u fut në studimet e tij me të njëjtën intensitet që kishte treguar në Greqi. Ai zgjodhi inxhinierinë si specializim, diçka praktike që mund të hapte dyrtesi. Pasioni i tij i vërtet ishte në ndërtesë dhe zhvillim. Ai donte të ndërtonte gjëra, të krijonte, të linte një gjurmë. Në vitin e 2 të universitetit, Ariani takoi profesorin Robert Hayes, një burr në të 60-tat me mjekër të bardhë dhe sy që shkëlqenin me inteligjencë dhe mirësi. Ju keni diçka të veçantë, zoti Doda, i kishte thënë Hayes pas një prezantimi në klas. Një udhëtime që të ndan nga shumica e studentëve të mi. Mund të bisedojmë? Ato biseda u bën rutinë. Hayes u bë një mentor për Arianin, duke e udhërhequr jo vetëm në aspektet akademike, por edhe në ato personale. Ju keni përjetuar më shumë në 22 vjet se sa shumica e njerëzve në jetën e tyre të plot, kishte thënë Hayes një ditë. Por mos lejo që e kaluar ata përcaktoj të ardhmen, përdore atë si karburant, jo si prang. Fjanet e Hayes rezonuan thellë me Arianin. Ai filloi të shikoj të kaluarën e tij, jo si një bar, por si një burim force. Në vitin e fundit të universitetit, Ariani mori një pozicion praktike në një kompani ndërtimi në Des Moines. Ai punoi më shumë se kushdo tjetër, duke arritur në zyrë para të gjithëve dhe duke ikur i fundit. Etika e tij e punës u vërejt. Doda, i kishte thënë supervizori i tij, një borr i ashpër me emrin Tom. Nuk kam parë askënd që punon si ti. Çfarë të shtyn? Kam një premtim që duhet ta mbaj, kishte thënë Ariani thjesht. Pas diplomimit, Ariani u pranua në një program master në MIT, Instituti i Teknologjisë i Massachusetts. Ishte një mundësi e ëndrave, por edhe një sfidë e madhe. Klevisi, që tani kishte mbaruar kolegjin komunitar,
Kishte gjetur punë në një kompani të vogël softwaresh në Iowa dhe ishte i vendosur të qëndronte aty. Je i sigurt? Kishte pyetur Ariani. Mund të vish me mua në Boston? Jo, Ari, kishte thënë Klevisi me një buzëqeshje. Ke bërë mjaft për mua, tani është koha të përkujdesem për veten time. Shko dhe bëj diçka të madhe. Vitet në MIT ishin transformues. Ariani zhyti në botën e inxhinierisë strukturore dhe dizajnit urban. Ai mori pjesë në projekte që rishpikën mënyrën se si ndërtesat mund të rezistonin tërmetet dhe ndryshimet klimatike. Teza e tij e masterit mori vëmendje nga industria dhe akademia. Por edhe në mes të suksesit një boshllëk i brendshëm me munte. Çdo natë para se të flinte, Ariani mendonte për Donikën. Ku ishte ajo? A jetonte ende? A mendonte për ta? Ai kishte provuar të gjente informacion, por Shqipëria i viteve 90 dhe 2000 ishte një vend kaotik, me regjistrime të dobta dhe shumë njerëz që kishin zhvendosur pa lënë gjurmë. Çdo përpjekje ishte e kotë. Pas përfundimit të MIT-s në vitin 2018, Ariani u bashkua me një firmë prestigjioze ndërtimi dhe konsulence me seli në New York. Paga ishte shkëlqyer, projektet ishin ndërkombëtare dhe karriera e tij po përshpejtonte me shpejtësi marramense. Por Ariani nuk ishte i kënaqur vetëm me të qenë një punonjës, sado i suksesshëm. Ai kishte një vizion më të madh. Në vitin 2020, në mes të pandemisë që tronditi botën, ai mori një vendim të guximshëm, të hapte kompaninë e tij. Doda Construction and Development u themelua me kursimet të tij, një hua të vogël dhe një besim i palukundur. Fillimi ishte i vështirë. Pandemia e kishte ngadalësuar industrinë dhe konkurenca ishte e egër. Por Ariani kishte diçka që të tjerët nuk kishin, një shtysë që vinte nga vite uri dhe përpjekjeje. Projekti i parë i tij ishte një renovim i një ndërtese apartamentesh në Bronx. Ai punoi vetë, me duart e tij, krah për krah me ekipin e vogël që kishte mbledhur. Rezultati ishte jashtëzakonshëm. Cilësia ishte e lartë, afatet u respektuan dhe klientët ishin të kënaqur. Fjalë për fjalë filloi të përhapej. Brenda 2 vitesh, Doda Construction kishte 10 projekte në portofol. Në vitin 2023, kompania kishte zgjeruar në 5 shtete dhe kishte një ekip mbi 100 punonjësish. Por suksesi erdhi me një çmim. Ariani punonte gjithmonë, zakonisht 15 orë në ditë, 7 ditë në javë. Ai nuk ishte jetë personale, nuk ishte marrëdhënie romantike, nuk ishte kohë për pushim. Ari po vritesh me punë, i kishte thënë Klevisi gjatë një vizite në New York. Çfarë do të fitosh nëse ke gjithë paratë në botë për nuk e jetë? Do të fitoj mundësinë për t'u kthyer, për ta gjetur mamën, për ta bërë atë krenare. Klevisi kishte ulur kokën. Ai kuptonte, por shqetësohej. Në fund të vitit 2024, Doda Construction fitoi një kontratë të madhe, një projekt mbi $50 milion për të ndërtuar një kompleks rezidencial në Manhattan. Ishte një kontratë që do të ngrinte Arianin në liga krejtësisht të reja. Por, pak para fillimit punimeve, Ariani mori një telefonat që do të tunte themelet e botës së tij. Ishte nga një grua me emrin Elira Velia, një gazetare në Tiranë, që po bënte një dokumentar për fëmijët shqiptar që ishin trafikuar gjatë viteve 90. Zoti Doda, tha ajo në shqip. Besoj se kam informacion për nënën tuaj. Zemra Arianit u ndal. Çfarë thoni? Belbëzoi ai, duke kaluar në shqip pas viteve që fliste vetëm anglisht. Donika Doda, kam gjetur dikë që mendon se ka njohur, ka jetuar në Tiranë deri në vitin 2015, por pas kësaj, gjurmët zhduken. Mendoj se mund të ketë vdekur, por nuk jam e sigurt. Duhet vini këtu, duhet shikojmë së bashku. Ariani udhëtoi për në Tiranë 2 javë më vonë. Ishte udhëtimi që ai kishte ndërruar dhe friksuar për 25 vjet. Dhe kjo na sill përsëri në atë natë marsi në taksin që po lundronte drejt Kasharit. Ariani shikoi nga dritarja ndërsa Tirana po zbehnin në sfond. Ndërtesat e larta u zëvendësuan me shtëpi dykatshe,
pastaj me ndërtesa më të vjetra, me ngjyra të zbehtë dhe mure me plaketa të dëmtuara nga koha. Jemi afër, tha shoferi. Ariani ndjeu një nxehtësi në fyt. Pas 25 vitesh, ai po afrohej në vendin ku kishte filluar gjithçka. Kur taksia ndaloi përpara ndërtesës së vjetër sovjetike, Ariani nuk lëvizi menjëherë. Ai shikoi ndërtesën, e njëjtë e vjetër, me suva të rëna dhe dritare të vjetra me rrjet metalike. Je në rregull, shef? Pyeti shoferi. Po, tha Ariani, edhe pse zëri i tij nuk tingëllonte bindës. Faleminderit. Ai zbriti, tërhoqi valixhen dhe qëndroi në mes të rrugës së zbrazët. Ajri kishte erë pluhuri dhe lulesh pranvere. Diku në distancë, një qen qethte. Ariani filloi të ngjitej shkallët. Çdo shkallë është një kujtim. Ktu kishte rënë dhe kishte gërvishtur gjunin kur ishte 7 vjeç. Ktu e ati i kishte mësuar të lidh këpucët. Ktu e ëma i kishte thënë për herë të parë të dua, në atë mënyrë që vetëm një nën mund ta thotë. Kur arriti në derën e apartamentit të vjetër, ndaloi. Dërrasa e emrit ende ishte aty, e vyshkur, Doda. Ai trokiti. Asnjë përgjigje. Trokiti përsëri, më fort. Nga brenda erdhi zëri një gruaje të moshuar. Kush është? Më falni, tha Ariani, po kërkoj për Donika Dodën. Dera u hap ngadalë. Një grua në të 70-tat, me flokë të gri të lidhur në bisht dhe sytë e lodhur, e shikoi me dyshim. Donika? Tha gruaja. Nuk ka Donik këtu. Ajo jetoi këtu po, por u largua para vitesh. E dini ku ka shkuar? Pyeti Ariani, duke përpjekur të mbante qetësinë. Gruaja vështroi me kujdes. Kush po pyet? Ariani mori frymë thellë. Unë jam djali i saj. Ariani. Sytë e gruas u hapën gjërë. Ajo e vështroi nga kokat e këmbët, si të mos besonte atë që po dëgjonte. Ariani? Përsëriti ajo. Djalin e vogël që shkoi në Greqi? Po. Gruaja e mbuloi gojën me dorë. O Zoti i madh, o Zoti i madh është e vërtet. Donika flisti gjithmonë për ty, gjithmonë. Tha që do të ktheheshe. Por ne mendonim që ajo ishte thjesht. Ku është ajo? Pyeti Ariani, zëri duke u thyer. Ju lutem, më thoni. Gruaja ul kokën. M'vjen keq djali im. Donika vdiq para 3 vitesh. Zdemra. Bota e Arianit u shemb. Ariani nuk e mbani mend shumë nga orët që pasuan. Gruaja, e quajtur Afërdita, një ish fqinje e familjes Doda, e ftoi brenda dhe i tregoi çfarë kishte ndodhur. Pas largimit të djemve, Donika kishte vazhduar të jetonte në atë apartament duke punuar derisa trupi nuk kishte mundur më. Ajo kishte jetuar me shpresën që një ditë Ariani dhe Klevizi do të ktheheshin. Çdo vit, në ditëlindjen e Arianit, ajo ndezne një qiri dhe lutej. Ajo kur nuk pushoi së menduari për ju, tha Afërdita, duke fshirë lotët. Madje edhe kur u sëmur rënd, emri juve ishte në buzët e saj. Ariani dëgjoi në heshtje, lotët duke rrokuar pa kontroll. 25 vjet. 25 vjet, kërkimi, punë, ndërtimi të një jete, dhe gjitha ishte shumë vonë. Ka lënë diçka për ju, vazhdoi Afërdita. Ajo u ngrit dhe erdhi me një kuti të vogël kartoni e lidhur me spango. Më tha që nëse ndonjëherë do të ktheheshit, t'ja u jepja këtë. Ariani e mori kutin me duar të drithëra, e hapi ngadalë. Brenda ishin letra, 10 letra, secila e adresuar për Arianin tim të dashur dhe Klevisin tim të vogël. Ishin letra që Donika kishte shkruar çdo vit, edhe pse nuk ishte kur një adres ku t'i dërgonte. Ariani mori një nga letrat dhe e hapi. Dora e saj e njohur, e dridhtër, por e qartë, ishte aty. I dashur Arian. Sot është ditëlindja jote e 10. Unë t'i imagjinoj duke u rritur, duke u bërë i fortë dhe i zgjuar. Shpresoj që ke njerëz të mirë rreth teje. Shpresoj që nuk e harruar gjuhën ton, kulturën ton, se kush je. Ndonjëherë, natën, shtrihem në shtrat dhe imagjinoj që po të dëgjoj zërin. Imagjinoj që po troket në derë dhe po thua, mami, kam ardhur në shtëpi. Ditën që të shoh përsëri, do t'jetë dita më e lumtur e jetës sime. Por edhe nëse ajo ditë nuk vjen,
Dua që të dish këtë. Unë nuk u pendova asnjëherë. Çdo sakrificë, çdo lot, çdo natë e zgjuar, e bëra me dashuri, sepse ti dhe Klevisi jeni gjithçka për mua. Të dua më shumë se jetën, mama. Ariani nuk mund të lexonte më. Ai era në gjunjë, duke përgjafuar kutin, dhe qau si nuk ishte qarë që kur ishte fëmijë. Afërdita u ul pranë tij dhe e vendosi dorën në shpinë. Ajo është krenare për ty, Arian. Kudo që tjetë ajo, është krenare. Ditët e ardhshme, Ariani kaloi duke eksploruar Tiranën, duke kërkuar çdo gjurmë të jetës së SM-s. Ai takoi njerëz që e kishin njohur, fqinj, ish koleg, miq të vjetër. Çdo histori e thellonte dhimbjen, por edhe kuptimin e asaj që Donika kishte bërë për ta. Ai shkoi në varrezat e Tiranës dhe gjeti varrin e saj, një gur i thjesht me emrin Donika Doda dhe datat 1968, 2021. Në emër një frazë e shkurtër, nënë e përgjithshme. Ariani u ul pranë varrit dhe foli me të, i tregoi për jetën e tij, për Klevisin, për gjithçka që kishin arritur. Erdha në shtëpi, mami, tha ai. Është vonë, e di, por erdha. Gazetarja Elira Velja e intervistua Arianin për dokumentarin e saj. Ajo i tha që historia e tij ishte një nga më të fuqishmet që kishte dëgjuar ndonjëherë. "Çfarë do të gësh tani?" pyeti ajo. Ariani e kishte menduar shumë. "Do të ndërtoj diçka. Diçka që do t'i nderoj të gjithë nënat si e imja, që do t'u jap shpresë fëmijëve si unë dhe Klevisi." Brenda 6 muajve, Ariani kishte lëshuar një fondacion. Fondacioni Donika, me mision për të ndihmuar fëmijët dhe familjet në Shqipëri që ishin në situata të ngjashme me atë që ai kishte përjetuar. Por nuk mjaftoi vetëm kaq. Ai vendosi të investojë në ndërtimin e një qendre komunitare në Kashar, një vend ku fëmijët mund të merrnin arsimin falas, ku familjet mund të gjenin mbështetje dhe ku shpresa mund të rindizej. "Nuk mund ta kthej mamën," tha Ariani gjatë një interviste në një televizion shqiptar, "por mund të ndihmoj që historitë si ajona të mos përsëriten. Mund të ndërtoj një vend ku fëmijët nuk duhet të largohen nga prindrit e tyre për të pasur një të ardhme." Lajmi për rikthimin e Arianit dhe vizionin e tij u përhap shpejt. Njerëzit filluan të kontribonin, disa me para, disa me kohë, disa me historitë të tyre. Por jo të gjithë e besonin. Një mbrëmje, ndërsa Ariani po inspektonte vendin ku do të ndërtohej qendra, u afrua një burr i moshuar me bastun. "Ti e Ariani?" pyeti burri me zë të ashpër. "Po," tha Ariani, "si mund t'ju ndihmoj?" "Nuk e besoj," tha burri. "Nuk besoj që je djali i Donikës. Besoj që je një mashtrues që po përpiqet të përfitojë nga emri i saj." Ariani ndieu një val zemërimi, por e mbajti veten. "Kuptoj pse mendoni kështu," tha ai me qetësi. "Kam qenë larg për 25 vjet, por ju siguroj, jam Ariani, dhe çdo gjë që po bëj, e bëj në nder të saj." "Fjalë," tha burri me përçmim, "vetëm fjalë. Ku ishe ti kur ajo po vdiste e vetmuar? Ku ishe ti kur ajo po punonte ditë e natë për të mbijetuar?" Fjalët goditën si goditje, sepse burri kishte të drejtë. Ariane nuk ishte qenë aty, dhe asnjë sasi parash apo projektesh nuk mund ta ndryshonte atë. "Ke të drejtë," tha në fund. "Nuk isha aty, dhe çdo ditë të jetës sime do të jetoj me atë dhimbje. Por tani jam këtu, dhe do të bëj gjithçka që mundem për të nderuar kujtimin e saj." Burri e vështroi për një kohë të gjatë, pastaj tundi kokën dhe u largua duke murmuritur. Episodi la një ndjenjë të hidhur në zemrën e Arianit. Ai e kuptoi që rikthimi i tij nuk do të pranohet universalisht. Do të kishin njerëz që do të dyshonin për motivet e tij, që do ta shihnin si një të huaj që po përpiqej të përfitojë nga emri i saj. Por ai vendosi të vazhdonte pavarësisht, sepse në fund të ditës ai nuk po e bënte këtë për të tjerët, po e bënte për Donikën, për Klevisin, për fëmijën 8 vjeçar që kishte bërë një premtim në një kamion të errët 25 vjet më parë. Ndërsa puna për qendrën komunitare përparonte, Ariani filloi të merrte mesazhe dhe thirrje nga njerëz që pretendonin se e njihnin ose kishin informacion për familjen e tij. Shumica ishin të sinqertë, njerëz që kishin njohur Donikën dhe donin të ndanin kujtime.
por disa ishin të dyshuar, njerëz që kërkonin para ose vëmendje. Një ditë, Ariani mori një thirrje nga një gruaj quajtur Lule Kola. Ajo thoshte se kishte informacion për të atin e tij, Petrit. Zonja Doda, tha ajo me zë të ulët, ka diçka që duhet ta dish, diçka që nëna jote nuk të ka thënë kurrë. Ariani u takua me Lule në një kafene të vogël në qendër të Tiranës. Ajo ishte një grua në të 60-tat, me flokë të bojerosur dhe sy që mbanin sekrete. E njihja babain tënd, filloi Lule. Ishim kolegë në uzinë, dhe mund të them këtë, Petrit nuk e vrau veten për shkak të paras. Ariani u ngurtësua. Çfarë po thoni? Lule hezitoi, pastaj vazhdoi. Ai ishte i përfshirë në diçka që e kalonte thjesht skemën e piramidës. Kishte borxhe me njerëz të gabuar, njerëz që nuk haronin dhe nuk falnin. Ata e kërcënuan. I thanë që do të merrnin familjen nëse nuk paguante. Dhe Petrit nuk kishte mënyrë të paguante, kështu që ai zgjodhi mënyrën e tij për t'i mbrojtur. Vdekja e tij i shlyente borxhet sipas kodeksit të atyre njerëzve. Familja jote u lirua nga borxhi. Ariani ndjeu një përzierje zemërimi, trishtimi dhe kuptimi. Pse nuk më tha mama? Sepse ajo nuk donte që ti dhe Klevisi të rriteshit duke menduar se babai juaj ishte i përfshirë me kriminal, tha Lule. Ajo donte që ju ta mbani mend atë si një hero, dhe në një mënyrë ai ishte. Kjo zbulim ndryshoi diçka në Arian. Ai kuptoi që historia e familjes së tij ishte edhe më komplekse se sa kishte menduar. Nuk ishte vetëm një histori trishtimi dhe humbjes, ishte një histori sakrifice, dashurie dhe vendimeve të vështira që merreshin në emër të mbrojtjes së të dashurve. Ai vendosi të përfshinte këtë pjesë të historisë në dokumentarin që po filmohej. Njerëzit duhet ta dinë të vërtetën, jo për të ndotur kujtimin e babait tim, por për të treguar se sa kompleks është jeta dhe se nganjëherë njerëzit bëjnë gjëra të tmerrshme për arsye të mira. Ndërtimi i qendrës mori një vit të plot. Ariani ishte aty çdo ditë duke punuar me arkitektët, inxhinierët dhe ndërtuesit. Ai donte që çdo detaj të ishte i përsosur. Qendra përfshinte klasa për fëmijë, një bibliotekë, një sallë kompjuterash, një kuzhinë komunitare dhe një hapësirë ku prindrit mund të merrnin këshilla ligjore dhe financiare. Në hyrje, Ariani vendosi një plak prej bronzi me foton e Donikës dhe një tekst. Në kujtim të Donika Doda, 1968-1921, një nën që sakrifikoi gjithçka për fëmijët e saj. Kjo qendër ndërtohet në nder të saj dhe të gjitha nënave që bëjnë të pamundurën për t'u dhënë fëmijëve të tyre një shans. Ceremonia e hapjes u mbajt në një ditë të bukur pranvere. Qindra njerëz erdhën, fshinj, antar të komunitetit, përfaqësues nga qeveria dhe mediat, por mbi të gjitha erdhi Klevisi. Ishte era e parë që Klevisi kthehej në Shqipëri që nga largimi i tyre. Ai ishte bërë një burr i suksesshëm në të drejtën e tij, një inxhinier softuerësh me një karrierë të shkëlqyer, por kur pa vëllain e tij duke qëndruar para asaj qendre, syt i u mbushën me lot. E bëre Ariani, tha Klevisi, duke përqafuar fort. E bëre. E bëm së bashku, tha Ariani. Asgjë nga kjo nuk do t'ishte e mundur pa ty. Gjatë ceremonisë, Ariani mbajti një fjalim që preku zemrat e të gjithëve. Kur isha 8 vjeç, filloi ai, u desh të zgjidhja mes qëndrimit me nënën time ose shkuari drejt një jete të panjohur. Asnjë fëmijë nuk duhet përballet me atë zgjedhje. Asnjë prind nuk duhet të shikojë fëmijët e tyre duke u larguar dhe të mos dinë nëse do t'i shohë përsëri. Kjo qendër nuk është vetëm një ndërtesë, është një premtim që ne si komunitet nuk do të lëm askënd pas, një premtim që çdo fëmijë meriton mundësi dhe çdo prind meriton shpresë. Nëna ime, Donika, sakrifikoi gjithçka për mua dhe vëllain tim. Ajo vdiq pa u takuar me ne përsëri, por trashëgimia e saj nuk është dhimbje, është dashuri. Dhe dashuria është ajo që do të na udhëheq përpara. Disa javë pas hapjes së qendrës, Ariani po punonte në zyrën e tij të improvizuar, kur një grua e re hyri. Zoti Doda, tha ajo me hezitim. Po, Ariani ngriki kokën. Gruaja dukej rreth 30 vjeçare me flokë të gjatë të zinj dhe sy që kujtuan dikë. Sara, vajza Afërditës. Afërdita kishte qenë fqinja që i kishte dhënë kutinë me letrat e Donikës. Po, tha Sara me një buzëqash të vogël, por ka diçka tjetër që duhet të dish. Ajo u ul dhe nxorri një zarf të vjetër nga çanta. Mama nuk të tregoj gjithçka, tha Sara, sepse nuk kishte e sigurt nëse duhej. Por tani, pas gjithçkaje që ke bërë, mendoj se meriton ta dish.
Ariani e mori zarfin dhe e hapi. Brenda ishte një letër e shkruar me dorën e Donikës, e datuar vetëm disa muaj para vdekjes së saj. Nëse po lexon këtë, Arian, do të thotë që dikush të ka treguar të vërtetën që unë kur nuk pata guxim ta them. Ti dhe Klevisi keni një motër. Emri i saj është Elona. Ajo është më e vockël se Klevisi. Lindi vitin pas largjimit tuaj. Nuk e di si të shpjegoj këtë. Pas vdekjes së Petritit, isha shkatruar. Një burr i mirë, i butë, më ndihmoi. Emri i tij ishte Agron. Ne u afruam, dhe në një moment dobësire dhe vetmie, Elona u lind. Por Agron vdiq në një aksident vetëm një vit më vonë. Dhe unë nuk pata forcën të rritem një fëmijë të tretë në atë ferr. Kështu që i dhash Elonën për birësim tek një familje e mirë në Vlorë. Ata e deshën, ata i dhanë atë që unë nuk mundem. Unë kur nuk e fal veten për këtë. Por shpresoja që një ditë, nëse Zoti të sillte përsëri në shtëpi, ti do të mund ta gjene dhe ti tregoje që edhe nëse unë nuk isha aty, ajo ishte gjithmonë në zemrën time. Adresa e familjes që e birësuan është bashkangjitur. Të lutem gjeje. Të lutem tregoje që është dashuruar. Donika. Ariani nuk mund të fliste. Një motër. Ai kishte një motër. Ku është ajo? Arriti të pyes. Sara buzëqeshje. Ajo është këtu, në Tiranë, dhe ka kërkuar për ty. Takimi ndodhi në qendrën komunitare, në një natë kur të gjithë të tjerët kishin shkuar në shtëpi. Elona erdhi e shoqëruar nga prindrit e saj birësues, një çift i ngrohtë dhe dashur që e kishin rritur me kujdes dhe dashuri. Kur Ariani e pa për herë të parë, mori frym. Elona kishte sytë e Donikës, të njëjtët sy të errët të thellë plot me jetë. Dhe në buzëqeshjen e saj, kishte diçka që e bëri Arianin të ndjehej, sikur po dakonte një pjesë të vetes që nuk e dinte se mungonte. Arian, tha ajo me zë të dridhur, kam dëgjuar kaq shumë për ty, sepse në fund të ditës, gjithçka që ka arritur, pasuria, fama, suksesi, janë vetëm mjete për të realizuar premtimin që bëri 25 vjet më parë në një kamion të errët, të kthehej në shtëpi edhe të nderonte gruan që i dha gjithçka. Dhe edhe pse ai u kthye shumë vonë për ta parë atë përsëri, ai u kthye në kohë për ta bërë trashëgiminë e saj të përjetshme. Nëse historia e Arianit të ka prekur, të lutem lëre një koment më poshtë. Çfarë do të bëje ti nëse do të ktheheshe në vendin tënd pas 25 vitesh? Si do ta nderoje dikë që sakrifikoi gjithçka për ty? Dhe mos haro, shtypni butonin e abonimit, sepse çdo javë kam një histori të reja që do t'ju lëm pa fjalë.